janë të humbura për krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, mirë po ata janë njerëz të sakrificës dhe qëllimi i kësaj sakrifice ka qenë që të zbardhet dhe të hiqet çdo re e zezë mbi ushtrinë shqiptare të Kosovës, mbi luftën e saj të drejtë dhe vetëm ashtu ne kuptojmë që kjo sakrificë e tyre të përfundoj me aktin e lirimit të tyre dhe momenti i shpalljes të jetë moment lirues për të gjithë akuzuarit, sepse nuk kanë bërë asnjë faj përpos luftës së drejtë për liri dhe presin që ky përfundimi i tij të jetë normalisht një vendim lirues. Dhe qoftë edhe një ditë, qoftë edhe një orë, nëse krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dënohen, goditet rënd gjithë lufta jonë, goditet rënd pavarësia jonë, goditet rënd